Mirë se vini. Sot do të analizojmë një material burimor që bën një lidhje, le të themi, jashtëzakonshme Po, vërtet pa zakont. mes një operacioni ushtarak në Venezuelë dhe një profecie të lashtë fetare. Burimi është një diskutim mes Sheikh Imran Hossein dhe analistit politik David Abdullah. Dhe qëllimi ynë është kuptojmë se si ata e përdorin këtë këndvështrim unik për të argumentuar diçka shumë të fortë. Që po dëshmojmë rënien e pakthyeshme të Amerikës. Pikërisht. Tingëllon ndoshta pak e çuditshme. Le ta zbërthejmë pak. Patjetër. Analiza e tyre nis nga një metaforë dhe më e çuditshme, e marrë nga Kurani, për një hije me 3 pjesë. Po, dhe këtë e përdorin për të shpjeguar se kush, sipas tyre, e ka drejtuar botën në 200 vitet e fundit. Sakt. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën këtë analizë kaq të ndryshme. Domethënë nuk do ta dëgjoje kurrë në mediat kryesore. Absolutisht jo. Nuk është thjesht gjeopolitik, është gjeopolitik e parë përmes një lente eskatologjike. Më lejo të ndaloj për një moment këtu. Po përdorim fjalën eskatologjike. Për dikë që ndoshta nuk e njeh termin, çfarë do të thotë saktësisht në këtë kontekst? Pyetje shumë e mirë. Po flasim për profeci, për fundin e botës, diçka e tillë? Pikërisht aty. Eskatologjia është në thelb studimi i kohëve të fundit në një fe. Pra, ky burim nuk e shikon historinë si një seri ngjarjesh të rastësishme, Kuptoj. por si një skenar të parashkruar që po shkon drejt një përfundimi specifik. Dhe kjo e ndryshon plotësisht mënyrën se si interpretohet çdo lëvizje gjeopolitike. Pra çdo gjë ka një kuptim më të thellë? Sakt. Çdo luftë, çdo traktat, çdo krizë ekonomike shihet si një hap tjetër në këtë skenar të madh. Sipas tyre, kjo hije përfaqëson një forcë lëvizëse në histori. Të cilën ata identifikojnë si antikrishtin apo Dejhalin? Po, që vepron përmes 3 fuqive botërore dominuese për të arritur qëllimin përfundimtar, Që është të sundoj botën nga Jeruzalemi. e rregull, kjo e bën më të qartë. Atëherë, le të kthehemi 3 pjesëve të hijes. Cila ishte e para? Faza e parë sipas tyre ishte Pax Britannica, paqja britanike. Pra perandoria britanike. Po, pas humbjes së Napoleonit, Britania u bë superfuqia e padiskutueshme globale. Flota e saj sundonte detet, perandoria shtrihej kudo. Kjo është histori e njohur. Po, por pika kyçe që ata theksojnë është tjetër gjë. Ata thonë se Britania zhvilloi një fokus të veçantë, gati obsesiv, me tokën e shenjtë. Ishte Britania ajo që pushtoi Jeruzalemin në 1917, duke i dhënë fund shekujve të sundimit osman. Qartë. Ishte ministri i jashtëm britanik që firmosi deklaratën e Balforit, duke i premtuar lëvizjes sioniste një dhe kombëtar. Dhe ishte Britania që e menaxhoi mandatin deri në 1948. Pikërisht, deri në krijimin e Izraelit. Për ta, këto nuk janë as pak rastësi historike, janë pjesë e planit. Dhe pastaj, stafeta kalon. Pas 2 luftrave botërore, Britania u rënua dhe nuk mund ta mbante më rolin e saj. Kështu hym në fazën e dytë, Pax Americana. Po, dhe kalimi është pothuajse poetik në simetrinë e tij, vërtet. Si kështu? Sterlina britanike, monedha rezerve botës, i lë vendin kujt? Dollarit amerikan. Kuptohet. Londra, si kryeqyteti financiar dhe politik i botës, e humbet këtë status në favor të Washingtonit. Një zhvendosje totale e pushtetit? Por argumenti i tyre thelbësor është se bashkë me pushtetin, Amerika trashëgoi edhe të njëjtën detyrë strategjike. Që ishte? Mbrojtjen dhe mbështetjen e pakushtëzuar të shtetit të Izraelit. Kjo bëhet shtylla qendrore e politikës së jashtme amerikane për 75 vitet e ardhshme. Dhe këtu të them të drejtën, analiza merr një kthes që më bëri të ndalem dhe ta rilexoj. Po flasim për fazën e tretë. Faza e tretë. Pax Judaica. Vetë emri është jashtëzakonisht provokues. Çfarë pretendon saktësisht burimi këtu? Pretendimi i tyre është shumë i guximshëm. Ata thonë se epoka e Pax Americana ka mbaruar. Ka mbaruar. Ka mbaruar. Është në një rënje të pakthyeshme dhe duhet i hap rrugë fazës së tretë dhe të fundit të këtij plani, ku Izraeli vetë bëhet superfuqia dominuese. Duke sunduar botën nga Jeruzalemi. Dhe këtu është pika kyçe. Nuk është thjesht se SBA-ja po bëhet agresive. Po çfarë është? Është se agresiviteti i saj, sipas këtij burimi, është një simptom dobësie, jo force. Pra, një bish e plagosur është më e rrezikshme. Pikërisht,
është sjellja e një perandorie në grahmot i fundit, që përpiqet të ruaj kontrollin me çdo kusht. Dhe operacioni në Venezuela, sipas tyre, është shembulli perfekt i kësaj teorie. Mirë, le të flasim për atë operacion. Burimi përdor një fjalë shumë të fortë, ata e quajnë rrëmbim. Po, rrëmbim. Po flasim për operacionin e forcave speciale amerikane kundër presidentit në detyrë të Venezuelës, Nicolás Maduro. Justifikimi zyrtar nga Washingtoni ishte trafik droge, apo jo? Po, narkoterrorizëm ishte termi zyrtar, por analiza në këtë material e hedh post këtë si një fasadë qesharake. David Abdullah, analisti tjetër në diskutim, e quan këtë sekretin më i keq ruajtur. Ai argumenton se arsyeja e vërtet ishte një kombinim i dy faktorëve. Cilat ishin ato? Së pari, nafta. Të mos harrojmë, Venezuela ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë. Dhe së dyti? Së dyti, ishte një demonstrim brutal force. Mesazhi ishte i qartë, jo vetëm për Amerikën Latine, por për gjithë botën. Dhe cili ishte mesazhi? Mund të jemi në rënje, por në oborrin ton të shtëpisë, ne ende bëjmë çfarë të duam. Me këtë duam. Dhe ata theksojnë një detaj që, sipas tyre, u cenzurua qëllimisht nga media perëndimore. Flitet për viktima. Pikërisht, përmendet se gjatë këtij operacioni u vran 32 antar të rrojeve të sigurisë kubaneze të Maduros. 32. Po, dhe disa venezuelian. Kjo e transformon ngjarjen nga një operacion policor në një akt lufte të padeklaruar, një pushtim në miniaturë. Dhe fakti që nuk u raportua. Shihet si dëshmi e një fushate mediatike për ta paraqitur veprimin si të ligjshëm. Por operacioni në vetvete dështoi ta rrëzonte qeverinë. Maduro nuk u kap, apo jo? Dhe shteti nuk u shpërbë. As pak, përkundrezi, institucionet venezueliane treguan një qëndrueshmëri befasuese. Zëvendës presidentja Delcy Rodriguez mori menjëherë detyrën. Si presidente e përkohshme, sipas kushtetutës? Sakt. Ushtria mbeti besnike. Kjo tregon se plani amerikan, çfarëdo qoftë ai, nuk arriti objektivin e tij kryesor. Që ishte kolapsi i regjimit. Po, një kolaps i shpejt. Dhe kjo na çonte implikimet ligjore ndërkombëtare, të cilat janë vërtet tronditëse. Në rregull, pra, për te anës morale, çfarë ligjesh u shkelën këtu, sipas tyre? Ata argumentojnë se ky ishte një sulm frontal ndaj gjithë rendit ndërkombëtar të pas luftës. Konkretisht, një shkelje e thelbit të kartës së OKB-s. Neni 2.4. Pikërisht. Ky nen është praktikisht themeli i paqes moderne. Ai thotë se asnjë vend nuk mund të përdor forcën kundër integritetit territorial apo pavarësisë politike të një vendi tjetër. Pra, thelbi i marrëdhënieve ndërkombëtare? Absolutisht. Dhe kur Shtetet e Bashkuara, një nga arkitektët kryesor të këtij sistemi dhe antari përhershëm i Këshillit të Sigurimit, e shkelin atë kaq hapur. Pyetja që shtrohet është: a ka më rregulla? Apo kemi hyrë në një epokë të re, në ligjin e xhunglës? Në rregull. Pra kjo nuk është thjesht për Venezuelën. Argumenti i tyre është se ky është një precedent i rrezikshëm për gjithë botën. Sakt. Por le ta lidhim këtë me idenë e rënies ekonomike. Si e shpjegojnë ata lidhjen mes këtij agresiviteti dhe gjendjes ekonomisë amerikane? Dhe këtu pjesët e mozaikut fillojnë të bashkohen. Analiza e tyre është se SBA-ja është në një kurth ekonomik. Një kurth? Po, ka një borxh kombëtar stratosferik dhe një deficit tregtar kronik. E vetmja gjë që e mban sistemin në këmbë është statusi i dollarit si monedha rezerve e botës. Dominimi i dollarit. Po, dhe çdo fuqi që tenton ta sfidojë këtë, si Iraku i Sadami që donte të shiste naftën në euro, apo Libja e Gaddafit që planifikonte një dinar të artë afrikan. E dim si përfunduan. Pikërisht, përfundojnë keq. Në këtë kontekst, veprime si ai në Venezuelë shihen si të domosdoshme. Të domosdoshme për çfarë? Për mbjetesë. Është një formë e rekolonializmi për të kapur burime jetike dhe për të disiplinuar çdo vend që mendon të dalë nga sistemi i dollarit. Është një strategji dëshpërimi. Dhe ata besojnë se kjo nuk do të ndalet me Venezuelën. E shohin si fillimin e një fushate më të gjerë. Po, ata spekulojnë se Kuba ose Kolumbia mund të jenë të radhës, por ka edhe një dimension tjetër, më dinak sipas tyre. Që është? Ata argumentojnë se SBA-ja po përpiqej të provokonte rivalët e saj të mëdhenj, Rusinë dhe Kinën. Po, i provokonte. Si? Logjika e tyre është kjo. Duke kryer një akt kaq flagrant në Amerikën Latine, ata po i ftonin Moskën dhe Pekinin në një konfrontim ushtarak. Por pse do ta bënin këtë?
Sepse do t'ishte një konfrontim në një teatër lufte ku SBA-ja ka avantazhin absolut, gjeografik. Oborri i tyre i shtëpisë. Pra një lloj kurthi për t'i joshur larg Ukrainës apo Tajvanit? Pikërisht, larg zonave ku balancat e fuqisë janë më delikate. Dhe si u përgjigjen Rusia dhe Kina? A e hëngrën Karremin? Sipas diskutimit, ata ishin mjaft të mençur për të mos e bërë. Pra nuk reaguan ushtarakisht. Jo, e dënuan veprimin diplomatikisht, por nuk u përfshin ushtarakisht. Dhe kështu e lanë SBA-n të ekspozonte agresivitetin e saj pa një justifikim të një ndërhyrjeje të huaj. Kuptoj. Përmendet dhe një shembull tjetër i këtij provokimi, një incident me një cisterne nafte ruse. Çfarë ndodhi? Cisterna mori lej nga Moska për të valovitur flamurin ros, por Marina Amerikane me mbështetje ajrore britanike e ndaloi dhe sekuestroi. Wow. Ky shihet si një akt i SBA-s që i hedh dorezën haptazi Rusisë, duke testuar kufijtë e durimit të saj. Në rregull. Kjo është një tablo vërtet e zymt. Nëse je një vend si Venezuela apo Kuba dhe beson se SBA-ja mund të hyjë në shtëpinë tënde kur doj, pa asnjë pasojë, çfarë drekje bën? Cilat janë opsionet e tua? Kjo është pyetja prej $1 milion dhe burimi eksploron dy përgjigje të mundshme. Cila është e para? E para është një aleancë ushtarake rajonale, diçka si një NATO e Amerikës Latine, ku një sulm ndaj njërit antar do të ishte një sulm ndaj të gjithëve. Dhe a është kjo e mundshme? Ata e hedhin poshtë si jo reale. Pse? Sepse rajoni është shumë i përçarë politikisht. Shumica i qeverive ose janë aleate të SBA-s, ose janë shumë të friksuara për të përfshirë në një konfrontim të tillë. Në rregull. Pra, kjo bie poshtë. Cili është opsioni i dytë? Dhe opsioni i dytë është ai që të bën të mendosh vërtet. Ata i quajnë modeli i Koresë së Veriut. Prit pak. Modeli i Koresë së Veriut. Kjo tingëllon absolutisht ekstreme. Është ekstrem. A e paraqet burimi këtë si një zgjidhje reale apo më shumë si një paralajmërim i zymë se ku po shkon bota? Është më shumë kjo e dyta, por argumenti i tyre është i pamëshirshëm në logjikën e tij. Ata thonë, shikoni Korenë e Veriut, ajo shkel çdo normë, por askush nuk guxon ta prek. Sepse ka armë bërthamore. Sepse ka armë bërthamore. Pastaj shikoni Irakun apo Libin, të cilët hoqën dorë nga programet e tyre bërthamore dhe u pushtuan. Pra, logjika është. Logjika sa do e frikshme është se në botën e sotme parandalimi bërthamor është e vetmja polici sigurimi që fuqitë e mëdha respektojnë. Një përfundim i tmerrshëm. Absolutisht. Por ata argumentojnë se është përgjigje logjike ndaj një bote pa rregulla. Dhe këto veprime nuk ndodhin në një flusk. Ato kanë pasoja reale për njerëzit e zakonshëm dhe vendet fqinje. Materiali përmend ndikimin në Karaibe, apo jo? Po, dhe ky është një detaj i rëndësishëm sepse e bën abstraksionin gjeopolitik shumë konkret. E sjell në nivelin njerëzor. Pikërisht, ata marrin shembullin e Trinidad dhe Tobagos. Pas operacionit në Venezuelë, pati një vallë anulimesh masive të rezervimeve turistike për sezonin e famshëm të karnavaleve. Një goditje e rëndë për ekonominë. Shumë e rëndë. Edhe më keq, marrëveshjet jetike për gazin me Venezuelën, si projekti i madh Dragon Gaz, u ngrin duke shkaktuar humbje të pallogaritshme. Pra, paqëndrueshmëria përhapet. Përhapet si një virus. Veprimet në një vend krijojnë valë shoku ekonomike dhe sociale në gjithë rajonin. Pra, le ta përmbledhim argumentin e tyre. Ata fillojnë me një profeci fetare për një rend botëror me 3 faza. Pax Britannica, Pax Americana. Dhe tani një Pax Judeika në ardhje. E përdorin këtë për të shpjeguar se rënja e Amerikës po e bën atë të paparashikueshme dhe të rrezikshme, siç dëshmohet nga operacioni në Venezuelë. Po. Dhe ky agresivitet, i nxitur nga dëshpërimi ekonomik, po i shtyn vendet më të vogla drejt një konkluzioni të tmerrshëm. Që e vetmja mënyrë për të mbjetuar është të ndjekin modelin e Koresë së Veriut dhe të ndërtojnë armë bërthamore. Ky është thelbi i vërtet këtu. Rënja e Amerikës mund të çojë në një botë me më shumë fuqi bërthamore, jo më pak. Saktësisht, dhe kjo na lë me një mendim përmbyllës mjaft provokues që del nga fundi i diskutimit të tyre. Cili është ai? Kur fuqia dominuese e botës, krijuesja dhe garantuesja e supozuar e rendit ndërkombëtar, i shkel haptazi dhe pa turp rregullat e veta, ajo i jep justifikim të tjerëve. Ajo pa dashje u jep një justifikim të përsosur fuqive të tjera në rritje që të bëjnë të njëjtën gjë. Argumenti i tyre është ky. Kina po e shikon këtë dhe po mendon. Po mendon çfarë? Nëse SBA-ja mund të ndërhyjë ushtarakisht në Venezuelë sepse e konsideron oborrin e saj të shtëkisë, pse ne nuk mund të bëjmë të njëjtën gjë me Tajvanin, të cilin e konsiderojmë territorin ton?
Pra, shkelja e normave nga njëra palë legjitimon shkeljen e tyre nga të gjithë. Pikërisht, dhe kjo na lë me pyetjen thelbësore. Në një botë ku rregullat e vjetra po shemben para syve tan, çfarë rregullash të reja ose çfarë mungese totale rregullash do të qeverisin të ardhmen?